koha e pranverës, që jemi tash në stinën e pranverës, është kohë e rizimit, po themi për shumicën e shtazëve, dhe është gjallërohet e natyra duke lulëzuar do thot bimet e ndryshme, lulet e ndryshme, dhe pa diskutim që kjo rrit edhe aktivitetin e organizmave shtazëve. Për marrim shembull gjitarëve, të cilët gjatë periudhës së dimrit e kanë atë pjesën e letargjisë dimrore, që shumica prej tyre e kalojnë në gjumin dimror. Pastaj kemi edhe botën e shpendëve që janë aktive, mirë po do thotë jo në atë aktivitetin sa kanë në kohën e pranverës dhe në verë, dhe kemi do thotë edhe një shumicë të shpendëve që janë migrojnë, do thotë vinë në kohën e pranverës prej vendeve të larta për me i kalu do thotë periudhën e pranverës dhe stinën e pranverës dhe në verë, pastaj për me kalu prap me shku në vendet nga kanë ardhur nga vendet që kanë emigruar, më thënë.